Mirëmbrëma, mirë se erdhët miq të nderuar. Sonte jemi mbledhur së bashku në koncertin e tretë të grupit artistik Zoni nga Gjakova. Ky koncert bëhet në përkujtim të dietarit, mistikut dhe poetit të njohur botëror Xhelaluddin Mevlana apo Rumi. Rumi, i lindur në krahinën e Balkut të Horasanit të sotëm dhe kaloi nga kjo jetë në qytetin historik të Konjas në Turqi, ishte një ndër dietarët, mistikët dhe mendimtarët më të mëdhenj të kohës së tij, i cili la gjurmë të pashlyeshme në historinë mbar njerëzore. Ai kishte për qëllim të përcaktonte dashurinë hyjnore si rruga drejt të së vërtetës, tolerancën, bashkimin shpirtëror, vetkërkimin, paqen ndërmjet njerëzve dhe ishte filozof universal në mendimin e tij. Kjo më së miri shprehet në vargun e tij të njohur: eja kushdo që të jesh eja. Rumi nuk ishte vetëm një poet mistik i Orientit, por personalitet i shquar dhe i pranuar nga mbar njerëzimi si figurë globale e trashëgimisë shpirtërore, letrare dhe njerëzore. Dhe ashtu siç Hazreti Mevlana apo Rumi ftoi të gjithë njerëzit rreth dashurisë dhe paqes shpirtërore, ne sot jemi mbledhur të gjithë së bashku në këtë koncert përkujtues, ku do të këndohen ilahi, poezi, kaside dhe fjalime rasti nga këta burra djem tani më të njohur të grupit artistik Zoni nga Gjakova, kurse në këtë koncert është plotësuar edhe me doajenin e muzikës shpirtërore zotin Bashkim Qabrati nga qyteti i Prezenit dhe shokët e tij. Ky bashkëdyzim i dy qyteteve historike, Gjakovës dhe Prezenit, tregon se elementet e historisë dhe trashëgimisë shpirtërore tonat janë mbartur deri tek ne brez pas brezi dhe qëndrojnë ashtu siç duhet të jenë. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm dhe shpresojmë për një natë sa më të bukur. Faleminderit. Nëvbeti vasluli kast, nëvbeti hasrube kast, nëvbeti lutfuat hast, bahri sefa der sefast. Dëstur ja sahibi tariki vel mejdan, kal Allahu fi muhkemil kitabil aziz, bismillahirrahmanirrahim, ala bi zikrillahi tatmain al kulub, sadakallahu l'aliyul azim. Dëstur ja ashabul nevbe, dëstur ja ashabul fütüvve, dëstur ja sahibul hazil meclis, şeyhuna ve melazina ve vesiletuna ila hazretin nebi Es-Seyyid Mevlana Celalu Hakkı ve Dini Rumi ve bihimmeti kutbur Rabbani Gavs-ı Semedani Heykeli Nurani Bazul Eşheb El-Mülakabbi bi Ebi Salih Cenab-ı Es-Seyyid Abdülkadir Geylani Destur ve bihimmeti kutbud dayi sahibul menkabeti takbiliyeddir Resulü Sekaleyn ve imamına fiddarayn el mülakabbi bi ebul alemeyn Cenab-ı Hazreti Seyyid Ahmed el-Rifai Destur ve bihimmeti kutbun nebevi ve nessebul alevi sahibul mekamil isevi el mülakabbi bi ebul ferac Cenab-ı Hazreti Seyyid Ahmed el-Bedevi Destur ve bihimmeti kutbul hakiki ve madinus siddiki el-mülakabi bi ebul ayneyn Cenab-ı Hazreti Seyyid İbrahim el-Dusuki Destur ve bihimmeti kutbul arifin Gavsul vasilin Sultanul aşikin Cenab-ı Ebul Fetuh Hazreti Seyyid Saduddin el-Cibavi Destur ve bihimmeti ellezine ettebahum bi ihsani ila yevmiddin Ridvanallahu Teala aleyhim ecmein. Küllehum ricalallah ya sadat şeyhen lillah lehumul Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina El-Hülefa ve Nüceba ve Nukaba ve Nakibul Fukara Salu alen Nebi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.
laftin aqar Haka pervani dë buxhan Kendin enzi baban açar Sultan Saadet'in müzevar Süleyman kalbin açar Aka pervan idip kocan Çayte çanesi içer baban açar Sultan Sade hay hay dini müzevar Ula ilahe illallah Hak la ilahe illallah Aman la ilahe illallah Ya Saadettin ve acizat
shkretir të qërvelase qarëm, nurin dricon nga fyra e ti. Haj, haj, të coptur me helme shpata, illallahu jahu, Hasani me Hüseynia, illallahu canım, Yunusi dünyaya fani canım, ehli beytin duye daim. Ay ay sultani berkey cennetet, illallahu yahu, Hasani me Hüseynia, illallahu canım, Hasani me Hüseynia, illallahu
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت المولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Të nderuar pjesëmarrës, kemi kënaqësinë që me një kumtes rasti ta ftojmë Sheh Leonard Shehun. Në emër të Kryusit, bamirësit, fuqiplotit, të nderuar bashkëudhëtar, më lejoni që ta falenderojmë grupin artistik Zani, këta rrugtar të dritës, të cilët sonte me tingujt hynor të këtyre ilahive, melodi të shpirtit, po kënaqin zemrat e neve të pranishmeve, duke përkujtuar një nga figurat më të mëdha të sufive, Xhelaluddin Rumiun Mevlanan. Po filloj me një sure nga Kurani, ajetin 8, ku thot: Zoti ynë, mos i shmang zemrat tona pasi na ke udhëzuar dhe dhuro për ne mëshirë nga ti. Vërtet ti je dhurues i madh. Xhelaluddin Rumiu Mevlana është mësues i dashurisë dhe një nga figurat më të mëdha shpirtërore, poet sufist dhe mendimtar që ka prekur zemrat e miliona njerëzve për më shumë se 800 vite.
është autor i Mesneveut, një nga veprat më të rëndësishme të misticizmit islam, veprës të Shamsit Tibrizit, mësuesit të tij shpirtëror, Mërshidit, thënie shpirtërore, ku sot të gjithë nga ne dhe nga barë bota inspirohen me thëniet e tij. Mësimet e tij janë të bazuara në dashuri, në ashk, butësi, pranim dhe lidhjen e Zotit përmes zemrës e jo përmes frikës. Njerëzit e sinqertë me lutje e falënderime e ndjejnë dhe përjetojnë Zotin. Pra edhe ne në tasavvuf, potenca kryesore bëhet në pastrimin e shpirtit, në pastrimin e unit, në ngritjen e personalitetit të besimtarit, sepse fuqia e besimit është përsosshmëria e shpirtit. Mevlana Romeo thot, dashuria nuk shkruhet, ajo ndodh. Dashuria nuk është ide, është transformim. Dhe kjo fjalë transformim, po ta ndajmë në dy pjesë, trans, nënkuptohet te kalim dhe zhvendosi nga një gjendje në gjendjen tjetër, ashtu siç ndodhi me Mevlanan e shumë burra të hokut. Kurse form është një botë fizike, realiteti ku jetojmë. Si e pritoi Mevlana Romeo këtë proces të transformimit? Udhëheci shpirtëror i tij dogji egun e Mevlanas. Pra ishte zjarri dhe Mevlana u bë dritë për botën. Pra Shamsi ishte zjarri, kurse Mevlana ishte qeriu. Mevlana ishte shembulli më i bukur i njeriu që ka përjetuar ndarjen e sinjalit shpirtëror dhe përpunimit mendor gjatë takimit me udhëhecin e tij Shamsit Tibrizit, që bëre të kuptojmë që nuk mjafton ta dish Zotin me mendje, duhesh ta ndjesh me zemër. Takimi me ty dhe ndezja shpirtërore e Mevlanas me Mërshidin e tij Shamsit Tibrizit ndodhi pas thanjes duke ecur, kur kërkoi Mevlana që ta ndjej Zotin me krejt qenien, e jo vetëm me mendje. Pran ishte një farkatar i cili godiste hekurin me qekan dhe nga aty shpërndashin shkëndia, shpërndashin si yje. Dhe ma drit pëthot udhëzuesi shpirtëror Shamsit Tibrizit pëthot Mevlanas. I shen o Mevlana këto shkëndia, këto drit, nuk kanë mendim, po bëjnë drit. Esenca ishte ta pushoj trurin dhe të fol shpirti. Thot, eja të bëjmë edhe ne shkëndia. Dhe në atë moment, ngriti dorën lartë, duke kërkuar mëshirën dhe bereqetin e Zotit dhe bekimet e tij, dhe dorën e majt poshtë me pëllëm nga toka, duke mëshiruar të gjitha krijesat e njerëzimin dhe gjitha krijesat tjera. Gjithçka është simbolik pra e transformimit shpirtëror. Ky është një meditim i thellë sufist, ku dervishët rrotullohen duke simbolizuar që njeriu të largohet nga egoja, nga mjegulla që mbulon zemrën, të futet në orbitën e dashurisë dhe të afrohet me Zotin. O Zot, mbush na zemrat tona me dashuri, mendjet tona me qartësi dhe shpirtin me praninë e Tij. Faleminderit.
tjetër s'ka. Ashkin Allah liroje, me nur tanë ti gëzoje. Ashkin Allah liroje, me nur tanë ti gëzoje. Veç ty Allah t'ja ndroj medet ja Allah. Veç një Zot është tjetër s'ka. Veç ty Allah t'ja ndroj medet ja Allah. Veç një Zot është tjetër s'ka. Me një zaman dhe me linis bismillah, lot me bura evliya, dhe dëshmumat për çdo gjah. Lot hajraten ket hajrat, esrar maneviyat, Gjamiat për ibadete, dhikrullahi te qen. Burat meses kolos kombit, ka iman në rrugë të Zotit, me takva e me edep, për vatan luft pres në pres, asnjëherë nuk u dorëzu, edhe pse shumë na mundun, në përshekuj mot pas motit, lavdi Zotit, lavdi Zotit. Zotit shqyqyria knoj, për gjithmon falenderoj. Muhammedin e libejtin, që na dhaj pata me detin. Zoti man arshi ala, u i vetëm tjetër s'ka. Si qërpojmë ishbana, la ilahe illallah. Hajde t'bojmë dhikrullah, me sevda, me ashkullah. Allah na të dit thojmë ja Allah, me sevda, me ashkullah. Enbiya, evliya, kanë sevda me dhikrullah. Allah enbiya, evliya, kanë sevda me ashkullah. Zemrën prej teje mos venda, thrasim Allah me sevda. Bojmë sefa me dhikrullah, me sevda, me ashkullah. Enbiya, evliya,
tjetër s'ka prej dashnive në dynja. Gjallënim zemrës dikrulla, me sevda me ashkulla. Enbiya evliya kanë sevda me dikrulla. Allah enbiya evliya kanë sevda me ashkulla. Lezzet ka qenë hilmija me Allahin daima. Daima kolla me sevda me aşkulla. Evliya evliya kanë sevda me dikrulla. Allah evliya evliya kanë sevda me aşkulla. Të nderuar pjesëmarrës, kemi kënaqësinë për një fjalim dedikim rasti, ta ftojmë Sheh Etin Shehun. Për të madhin Zot. Lavdi i qoftë Allahut, të cilit nuk mund të ikë diçka nga ajo që ai e ka caktuar. Dhe askush nuk mund të pengojë atë çka ai dëshiron. Ai është Zoti i gjithësisë, i vetmi që sundon dhe krijon sipas urtësisë së tij. Ai jep jetë atij që do dhe merr jetën kur dëshiron. Ai është i vetmi që di fundin e çdo gjëje dhe përcakton çdo gjë në vendin e saj të duhur. Ai është i larti që nuk i ngjan krijesave të tij dhe nuk kufizohet me kufit që ai ka caktuar. Ai dëgjon pa vesh, sheh pa sy, flet pa gjuhë dhe nuk i ngjan asgjë. Ai është krijuesi i gjithë shkaje dhe gjithë shka ndodh me urdhën e tij. Asgjë nuk ndodh pa dijenin dhe dëshirën e tij. Ai e di të fshetën dhe të dukshmen. Ai është i gjithë dituri. Ai nuk ndryshon dhe nuk shndrohet sepse është i pandryshueshëm. Ai ishte para çdo gjëje dhe do të mbetet pas çdo gjëje. Ai është i përhershmi, i gjallë, mbajtës i gjithësisë. I lartësuar qoftë ai që nuk ka kufi dhe nuk mund të përshkruhet. Ai që nuk numërohet as krahasohet me asgjë. Ai që nuk kapet nga shqisat dhe nuk i ngjan krijesave. Ai që është përmbi çdo mendim dhe imagjinat. Ai është i pari pa fillim. Ai është i fundit pa mbarim. Ai është i dukshmi pa u parë. Ai është i pa dukshmi pa u shehur. Ai është i gjallë që nuk vdes. Ai është i përjetshmi që nuk ndryshon. Ai nuk lind as nuk është i lindur dhe asgjë nuk i ngjan atij. Ai është krijuesi i çdo gjëje që ekziston. Me vullnetin e tij ndodh çdo gjë. Ai është mbajtës i gjithësisë, ai që nuk ka nevojë për askënd. Ai është drita e qiellit dhe tokës. Me dritën e tij ekziston çdo krijesë. Ai jep jetë të gjallëve dhe merr jetë kur dëshiron. Ai është një, i vetëm, pa ortak dhe të pa barabartë. I plot fuqishëm dhe i përkryer në çdo cilësi. I lartësuar është ai mbi çdo mangësi. I shejtë dhe i pastër nga çdo përfërtërim njerëzor. Për të madhin Zot, nga sheh Shefqet Shehu, Theqja e Madhe Gjakob. Faleminderit.
zemrës pastrim, e gjenatyrish, britje bukuris, aman dostja Muhammed, medet ja Ali, shefat ja Resul, ja Muhammed Mustafa ja hu. Shpirtit e lypset, afrimi kërkon, fërplasë nefsin, Sejfi Gjelali, aman dostja Muhammed, medet ja Ali, shefat ja Resul, ja Muhammed Mustafa ja hu. Medet prej teje medet, ja Sultan Alihu. Medet prej teje medet, ja Sultan Alihu. Kam do derte derman, bana ja Alihu. Kam do derte derman, bana ja Alihu. Ziper në zemrën time, timje ja Alihu. Ziper në zemrën time, timje ja Alihu. Natë ditur ty të shoh, sejra ja Alihu. Natë ditur ty të shoh, sejra ja Alihu. Si për valon u do gjab, karshi drite sa dhe hu. Si për valon u do gjab, karshi drite sa dhe hu. Natë ditur ty të shoh, sejra ja Alihu. Natë ditur ty të shoh, sejra ja
fjallë gjithë dervishon, aj hu, nisir mund tha me diftu, ej valla, Allah nisir mund tha me diftu, ej valla, Allah kush dishon me përparu, aj hu, Allah kush dishon me përparu, aj hu. Shehi sili Perëndis, ej valla, Allah shehi sili Perëndis, ej valla, Allah dera Muhammed Alis, aj hu, Allah dera Muhammed Alis, aj hu. Ahmed Jam Rifai, ey Allah, Allah Ahmed Jam Rifai, ey Allah, Allah me thon kërshil me gashti, aj hu, Allah me thon kërshil me gashti, aj hu. Medet ya Rabbil alemin. Medet ya sahibul Muhammed Mustafa, İsmi Subhan virdin mi var, bahçelerde yurdun mu var? Bencileyin derdin mi var? Garip garip ötme Bilirim aşıksın güle, gülün halinden kim bile, bahçedeki gonca güle dolaşıp söz atma bülbül.
Yunus vücudun pak pak derken cihanda mislin yok derken seher vakti hak hak dersen bize de unutma Selleri ser bülendimiz Hazreti Pir Efendimiz Serleri ser bülendimiz Hazreti Pir Efendimiz Şahidi Şah Levendimiz Hazreti Pir Efendimiz Şahidi Şah Levendimiz Hazreti Pir Efendimiz Ya Saadettin Ya Cibavi Edrikni şeyen lillah Allah ya Saadettin Ya Cibavi Edrikni şeyen lillah Allah 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 Hak la ilahe illallah Allah 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 Hak la ilahe illallah Arif-i Rumi namıdır Vay hüda kelamıdır Arif-i Rumi namıdır Vay hüda kelamıdır Şems-i cihan çerağıdır Hazreti Pir Efendimiz Şems-i cihan çerağıdır Hazreti Pir Efendimiz Ya Saadettin Ya Cibavi Edrikni şeyen lillah Allah ya Saadettin Ya Cibavi Edrikni şeyen lillah Allah 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 Hak la ilahe illallah Allah 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 Hak la ilahe illallah Fahri cihan o serverin varisi oldu Hayber'in Fahri cihan o serverin varisi oldu Hayber'in Sırrıydı peygamberi Hazreti Pir Efendimiz Sırrıydı peygamberin Hazreti Pir Efendimiz Ya Saadettin Ya Cibavi Edrikli şeyen lillah Allah ya Saadettin Ya Cibavi Edrikli şeyen lillah
senin de hemdemin olmalı gavsi alemin. Sadi senin de hemdemin olmalı gavsi alemin. Söylesidir bu didemin Hazreti Pir Efendimiz. Söylesidir bu didemin Hazreti Pir Efendimiz. Ya Saadettin ya Cibavi edrikni şeyen lillah. Allah ya Saadettin ya Cibavi edrikni şeyen lillah. Allah 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 Hak la ilahe illallah. Allah 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 Hak la ilahe illallah. Allah 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 Hak la ilahe illallah. Şehit kurya baş ne seyranun ne vahakun. La ilahe illallah. Hay hay ne seyranun ne vahakun. La ilahe illallah. Seyranun başin başalin Allah Muhammedin. La ilahe illallah. Hay hay başalin Allah Muhammedin. La ilahe illallah. Başalin Allah Muhammedin. Lanet yezidan boyşin seri. La ilahe illallah. Hay hay lanet yezidan boyşin seri. La ilahe illallah. Lanet yezidan boyşin seri. Sehu zirin o peygamberi. La ilahe illallah. Hay hay sehu zirin Ali Hayderi. La ilahe
shumë vet, veç për shehin me dervish vet. La ilahe illallah, haj haj, veç për shehin me dervish vet. La ilahe illallah. Sheh Mustafa, Sheh Sultan, na që jemi o dervishon. La ilahe illallah, aj aj, pojshim ziqe o të gjumon. La ilahe illallah, aj aj, mira është haki o na kalon. La ilahe illallah. Allah, Allah, Zotin, me rahmet e me shpëtim, rahmet na bon aldritim, Abdul Kader Geilani. Allah, Allah, Zotin, me rahmet e me shpëtim, rahmet na bon aldritim, Sejid Ahmed Rifaic. Allah, Allah, Zotin, me rahmet e me shpëtim, rahmet na bon aldritim, Pirsadetin Gjivani. Allah, Allah, Zotin, me rahmet e me shpëtim, rahmet na bon aldritim, Piri Homer Halveti. Allah, Allah, Zotin, me rahmet e me shpëtim, rahmet na bon aldritim, Ebul Hasan Shazeli. Allah, Allah, Zotin, me rahmet e me shpëtim, rahmet na bon aldritim, Haji Veli Bektashi. Allah, Allah, Zotin, me rahmet e me shpëtim, rahmet na bon aldritim, Shahirin Naqshbandi. Allah, Allah, Zotin, me rahmet e me shpëtim, rahmet na bon aldritim, Hazret Piri Melani. Allah, Allah, Zotin, me rahmet e me shpëtim, rahmet na bon aldritim, Hazret Piri Sinani. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. قبول النياز يا الله. Të nderuar pjesëmarrës, me kaq përfundon këtë koncert. Ju falemnderit shumë për vëmendjen tuaj. Mirupafshim.